Mirë se erdhe në botën ku askush nuk është i pafajshëm. Sekrete shqiptare, vendi ku rrëfimet më të thella, më të ndaluara dhe më të pathëna të shqiptarëve marrin zë. Na bëni subscribe për histori të ndryshme. Punoj në aeroport dhe shokohem çdo ditë nga ato që shoh. Unë quhem Jessica, 32 vjeçe dhe punoj prej 3 vitesh në aeroport. Nuk jam as police kufitare, as kontrollore, jam një punonjëse e thjesht pranë sektorit të sigurisë, aty ku pasagerët kalojnë para se të futen në avion. Puna duket e thjesht nga jashtë, kontroll çantash, dokumente, lëvizje të përditshme. Por askush nuk e imagjinon çfarë fshihet pas faqeve të qeta të udhëtarëve. Aeroporti është një qytet më vete, fytyrat ndryshojnë çdo minutë, por historitë që mbajnë me vete nuk ja haron dot. Ishte një turn i zakonshëm i mëngjesit. Unë isha në skaner duke parë çantën e një pasagjeri që kishte vendosur disa sende metalike të çuditshme. "Zonja, mund t'i hapni çantën?" I thash me anë të koleges time. Gruaja u step, ishte në të 40-tat e rregulluar me një buzëqeshje të ngrirë në fytyrë. Çanta u hap dhe aty ndodheshin sende që nuk kishte pse t'i fshihte, por mënyra si i kishte mbështjell, dukej sikur donte t'i fuste pa i vënë re. Nuk kishte asgjë ilegale, por mënyra si dridhej më la një ndjenjë të çuditshme. U mundova ta qetësoj, por sytë e saj ishin plot frikë. Teksa ajo u largua, kolegja më tha me zë të ulët: "Gjesi, mos u mërzit, njerëzit që mbajnë frikë në sy nuk janë ata që duhen pasur frikë, janë të tjerët." Nuk i kushtova rëndësia të ditë, por shumë shpejt e kuptova çfarë deshi të thoshte. Një javë më vonë, një djalë rreth moshës 25 vjeç doli para meje. Ju desh të kalonte te skaneri i trupit. Ai nuk fliste fare, as kur ne i kërkuam të heq xhupin, as kur e pyetëm nëse kishte metal. Vetëm syt i lëviznin shumë shpejt në një mënyrë të çuditshme. Mbi vete nuk kishte asgjë të ndaluar, por në sistem dokumentet e tij rezultonin rregullisht të vlefshme. Megjithatë, kur u largua vura re që ai nuk përpiqej të gjente portën e tij, shkoi drejt në korridor ku nuk kishte dalje. Më pas u mësua se kishte probleme të rënda me shëndetin mendor dhe po udhëtonte i vetëm. Askush nuk e shoqëronte, askush nuk e ndaloi dhe askush nuk e kuptoi deri në minutën e fundit. Ai u kthye mbrapsht nga policia, i hutuar, i trembur dhe unë atë natë nuk fjeta dot. Ka edhe gjëra më të rënda në aeroport, disa që unë nuk i kam harruar kurrë. Një herë një burr i qetë, i buzëqeshur, kaloi nëpër skaner. Çanta e tij tregtonte një objekt të dyshimt. Procedurat janë procedura. Çanta u hap, brenda ai kishte disa gjëra që po të ishin pa mbështjellje, do të ishin të zakonshme. Por mënyra si ishin futur brenda ngjalli dyshime tek të gjithë. Burri filloi të ngrinte zërin, të akuzonte, të kërcënonte. E çua në dhomën e kontrollit të thelluar dhe aty doli se kishte provuar të kalonte pajisje që mund të shpërbëheshin në disa pjesë të ndaluara. Nuk ishte gabim, mbaj mend vetëm duart e mia që dridheshin ndërsa bëra raportin. Aeroporti ka një të vërtetë që shumë pak njerëz e njohin. Njerëzit që udhëtojnë vetëm janë historitë më të trazuara. Një natë, gjatë ndërimit të vonë, pash një vajzë rreth moshës 18 vjeç. Ishte e veshur thjesht, duke mbajtur një çantë të vogël sportive. Syti kishte të fryrë, sikur kishte qarë. E pash që nuk e dinte ku të shkonte. Pasi kaloi sigurinë, ul në një stol dhe filloi të qante në heshtje. E pyeta nëse kishte nevojë për ndihmë, vetëm më pa dhe më tha: "Po iki se nuk kam ku të jetoj më." Nuk më tregoi asgjë tjetër. U ngrit dhe u largua me hap të shpejt drejt portës. Ende e mendoj ku shkoj, kush e priste, nëse përqafoj dika apo jo. Aeroporti është plot me njerëz që ikin nga diçka. Por sekreti më i madh qëndron tek turni i natës. Turni i natës është krejt tjetër botë. Mjegulla e pistës, dritat blu që vezullojnë, zhurma e avionëve që ulen në heshtje. Aty shikojnë gjëra që ditën nuk shfaqen kurrë. Njerëz që fshihen pas kolonave për të folur fshehurazi, të tjerë që nisen natën për të shmangur sytë e familjarëve, të tjerë që mbërin të raskapitur nga vendet ku punojnë në kushte të vështira. Njëherë pash një çift që debatoi aq fort sa që gruaja ra në gjunjë. Ai u largua pa kthyer kokën. Ai udhëtoi vetëm me zemër të thyer.
Të nesërmen kuptova se kishin ardhur nga një vend ku punonin me vite. Ditën e nisjes, u ndam për gjithmonë. Në aeroport shikon fundet e historive që askush tjetër nuk i sheh. Sot kam 3 vite që punoj aty dhe mendoj se jam mësuar, por në fakt nuk mësohesh kurrë. Çdo ditë sjell një histori të re. Dikush qan, dikush vrapon, dikush trëmbet, dikush largohet për gjithmonë dhe dikush kthehet i mundur. Por unë jam aty mes të gjithëve, një dëshmimtare e heshtur e dramave njerëzore që shpalosen pa sken, pa kamera dhe pa duartrokitje. Aeroporti është vendi ku nisjet dhe përfundimet përplasen me njëra tjetrën. Dhe unë thjesht vazhdoj të shoh, të habitem, të mbaj mend, të mbjetoj mes historive që nuk janë të mijat, por që i ndjej si të ishin.